Kuksit. Do të flasim në këto minuta të para të emisionit, ndaj edhe unë jam ulur se duhen marrë masat kur bëhet fjalë për Flin, për të folur për të. Dhe ka një nis të publikuar vetëm pak ditë më përpara edhe nga kryeministri, ka një nismë për ta regjistruar si një specialitet tradicional Flin e Kuksit. Sigurisht që po të lexosh komentet, ka shumë nga ata që thonë që ore Flin nuk e ka vetëm Kuksi, janë edhe qytete tjera, Kosova gjithashtu që e ka tradicionale, por çfarë e bën të veçantë Flin e Kuksit dhe për çfarë shërben një nismë e tillë për ta garantuar si një specialitet tradicional me përfaqësi nga Kuksi, por edhe përfaqësi nga grupi i punës pikërisht për një nismë të tillë do të jemi mbas prezantimit të insertit. Flia e Kuksit, me përgatitjen e saj në saç e shijen që merr prej zjarrit të ngadalt, përfaqëson më shumë se një ushqim. Është një testament i traditës, një copës prej shpirtit të veriut, që sot kërkon të marrë emërtimin si specialitet tradicional i garantuar në nivel europian. Në zemër të Alpeve shqiptare, ku natyra flet me gjuhën e lisit e ku mikpritja është ligj i pashkruar, është rrit e rujt ndër breza Flia e Kuksit, një shije që se harron kush e provon. Me petët e holla që lyen me ajk dhe krem të freskët, e me dorën e gruas së shtëpisë që e pjek me durim, Flia s'është veç një gatim, është një rit, një kujtim i gjallë i sofrave të vjetra, ku nderohej buka dhe dashnia për mikun. Në këtë rrugëtim drejt njohjes, Flia mban me vete jo vetëm shijen e së kaluarës, por edhe krenarinë e një populli që e ruan trashëgimin me gjake me zemër. Se Fli nuk bahet për ngut, e as nuk hahet veç për me ungi, bahet me zemër, për me nda gëzime, për me rujt ranjët. Diskutojmë me një herë në studio, ndërkohë që është ndezur aroma e mirë e Flis, jo e këtyre që janë në përledë, por e Flis që na ka sjellë Raimonda. Raimonda Sulaj, faleminderit që jemi së bashku. Sofiola Kotelli në krahun e Raimondës, Shpresim Domi, gjithashtu nga Kuksi. Kemi dhe Shpresimin dhe Raimondën, dy përfaqësi nga Kuksi, edhe pse ke shku nusën Shkodër. Janë puj shumë të mira, shumë të mira së bashku. Ndërkohë Johana Bano, kryetare e shoqatës agriturizmave, të përshëndes dhe nëpërmjet internetit lidhemi edhe me Dhurata Thanasin. Përshëndes Dhurata. Përpara se të flas me ju në një lloj kuptimi grupi i punës, dua të flas pak me Raimondën edhe të gjitha etapat e përgatitjes së Flis së Kuksit. Karakteristike në përshpituar që të vegjël, besoj Shpresim mund bashkohesh në bisedë, jeni rrit, tu e ngrën e pastaj tu mësume e gato. S'pare mirë së gjetme. Në fakt, nuk kam qef me përkufizu Flie e Kuksit, se nuk është vetëm e Kuksit, është ma gjanë. Është prej e pyrit tepër e derë mes dy drimve, është shumë e gjanë hapësira e Flis. Kuksi ka një veçanti që flin forma Flis me rrezet e diellit. Edhe parzmori Aleksandrit Madh thonë është bazuar te Flia e Kuksit. Normalisht atëherë nuk ishte Kuks, por qartë. Kështu që forma saj është. Domethënë, edhe nëse nuk e ke prerë, ajo duhet marrë. Ajo ka formën e diellit, nëse vjen re edhe kjo Fli që ne kena përgatitur sot, ka gjithë formën, nëse mundet regjia me në gjetë edhe parzmoren e Aleksandrit, kishte kanë mirë. Parzmorja? E Aleksandrit Madh. Është për gjithë. Okej. Forma e diellit. Forma, ku jemi këtu që të duket tamam. Pra duhet marri të krijoj këto rrezet në mënyrë natyrale kur e hapni juve petën. Edhe kjo është ajo që e ndryshon Flinë e Kuksit prej zonave tjera. E qartë. Që nuk besoj që është vetëm çështje forme, ka diçka edhe në mënyrën e zënies së brumit, përgatitjes, besoj, por Flia nuk është bërë vetëm me mill gruni, se në fakt sot keq kuptohet kjo gjë. Flia zakonisht është bërë me mill kallamoçi. Ne i thona kallamoçi misri. Si në moçme. Për nder të Kristofor Kolombi që e ka zbulu, ne vazhdojmë me i than kallamoç. Është bërë me mill kallamoçi, me shumë vezë. Nësa sot nuk është ma me 20 vezë që është bërë dikur, bëhet me 10 kokra vezë. Se që ka hullë numri vezëve? Diku aty
Dukute 2-3 kg mill, 5 kg ujë, mandej kosi është i baraz peshum me tlynin, jo gjalp, tlyn. Pak a shumë këto janë përbarësit. Tlyn, është ai tlyni që nuk është shkri, hala, tlyni që del prej mazës mbledhë qumshi që mbledhen ato ajka e qumshit dhe kosit dhe mandej bëhet tlyn pa u. Edhe kur e gatuani atë sa kohë ju merr një herë, do më përgatit këtë flin fiksi që do. Qyshte emri është tamam flijim. Nuk është këtë rastisht ky emër, besoj, sepse një gruaje i duhen 3 deri në 4 orë për ta gatuar një gatim tillë, kështu që normalisht është një sakrificë. Flia është gatuar zakonisht për raste ekzimesh, për lindje, raste dasmash, biles në një pjesë e kuksit luma, në momentin kur dajat vinë, në rastin kur martohet nipi, ata vinë bashkë me një bagti timt që e lyjnë brirët me ngjyra, edhe secila prej nuseve dajeve duhet me pas një fli me vete me diftu që një ka kanë dhurat atëherë, normalisht nuk janë euro, nuk janë piktura panorama, por është ba nuset dajve kanë shku gjithmonë me një fli e dajt me një bagti timt që kanë uru nipin për dasmën. Spari edhe unë shumë faleminderit për ftesën. Në vërtet, ajo çfarë tha Raimonda, shtrihet në një territor pak gjeografik flia si produkte simbolike, përfarsimi i tyre. Ka diferenca deri te futbolli, apo kanë qenë më shumë të mëdha, përveç se bëhet në formën e diellit, ose përzmorës Aleksandrit Madh që thotë edhe Raimonda, bëhet edhe në formate më të thjeshtë, siç është kryesisht e krahinës lumës brenda qarkut kukës, e në kontekstin ajo çfarë përfarson flia realisht është simbolike e pozitivitetit, e kënaqësisë, e lumturisë, e momenteve festive. Në Kukës bëhej në momente kur kishte martesa, në momente kur kishte ditëlindje, në momente kur dilim nga dimri, nga i keqja drejt mos të mirës, ditës së verës, kryesisht ka qenë simbolike madhe, më së shumti si një produkt që bëhej. Edhe realisht është një nga elementët identitar, do thoja, të kësaj krahine, të qarkut Kukës, por më së shumti në stilin e vet, pa diskutimi sa dallime të vogla të krahinës së lumës. Ky është thjesht një produkt i cili përfaqëson shumë çka në sensin e kontekstit sotëm, edhe në kuadër të kësaj pse jemi mbledhur sot, shumë ngjarjeve që janë realizuar, edhe ngjarjet që është ndarë nga shumë aktorë me peshë në media sociale, sepse tërhoqe vëmendjen e shumë njerëzve, në sensin që shumë njerëz e donin të ishte e tyre, por për sa kohë ne po flisim fli lumjane, fli kuksiane, kosovarët sigurisht pretendonin krahinat e tjera, dhe tërhoqe vëmendjen shumë realisht. Po momentet poshtë janë mos na e merrni, është e jona, domethënë po në vetvete ai çfarë do të thotë që ta regjistrosh si një specialitet. Tradicional të garantuar. Përshëndetje edhe nga unë Bjeta, faleminderit për ftesën. Në fakt, programi që unë përfaqësoj, i zbatuar nga Gizi në Shqipëri, është në partneritet me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Në fakt, ata janë gjithashtu pjesë e grupit të punës në gjithë proces që ne kemi nisur gati 6 vite më parë. Specialitet tradicional i garantuar, që është një nga skemat e cilësisë që ne i quajmë, ka të bëjë me mënyrën e prodhimit të një produkti, të një recete të saktuar në një zonë specifike. Dhe kjo është e provuar me dokumentat, me gojdhënat, dhe është një proces i gjatë, dokumentimi i kësaj recete, që të bën atë dallimin ndërmjes flisë të kuksit, apo të hasit dhe të tjera, sepse ka vend në fakt për gjithë, ka vend të regjistrohet dhe flia e hasit dhe flia e kuksit dhe të tjera, megjithse kanë edhe produkte të tjera shumë të mira. Po iniciativa është ndërmarrë dhe nuk është e vetmja. Sepse nga vjen është çështje dëshire dhe përkushtimi dikujt që do ta bëj këtë gjë? Jo, nuk është kjo arsye. Arsyeja e parë është që ato të futen në zinxhirin e turizmit dhe të forcojmë turizmin kulinar në Shqipëri. Kur flasim për turizëm kulinar në Shqipëri, duhet patjetër të evidentojmë identitetin në kulinarinë shqiptare. Dhe identiteti në kulinarinë shqiptare evidentohet vetëm përmes recetave dhe produkteve që janë autentike, përmes këtyre skemave të cilësisë. Siç e ka Italia pizza napolitana, ne kemi flinë e kuksit. Siç ka Italia grana padano, ne
kemi për shembull modën e dvoranit. Djathtin Mishavin, për shembull, gjithashtu. Djathin Mishavin, kemi djathin e Ziem të Veleçikut. Dhe flia nuk është e vetmja. Procesi, siç thash, ka filluar 6 vite më parë, kur është bërë legjislacioni nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Po ku nis diskutimi atëherë, domethënë i bie që kjo është autentikja, kjo është origjinalja, kjo është prandaj po them që ka një punë shumë të madhe paraprakisht, ka një punë shumë të madhe paraprakisht. Ligji dhe aktet në ligjore të përcaktuara e kanë mirë përcaktuar se çfarë është një produkt autentik, sipas edhe i parafruar dhe me legjislacionin e BE-s, pasi këto skema. Të lutem sepse dua të dëgjoj edhe dhurat. Vetëm pak sekonda, nuk është ky produkt në konkurrencë me të tjerët. Këtë do të kuptojmë. Ky është një produkt që ka teknikalitetat e veta për shkak të krahinës traditës së njerëzve. Do të pyetja që kisha unë ishte. Po nesër mund të bëhet dhe e Kosovës, nesër mund të bëhet e Asit. Po një model duhet ngritur për arsye. Pse u zgjodh kjo? Sepse nga të gjitha krainat ne kemi zgjedhur. Në Kukës kemi zgjedhur Flin, në Dibër kemi zgjedhur Jufkën e Dibrës, në Korçë kemi zgjedhur modën e Dvoranit. Pra çdo qytet, nga çdo krain ka patjetër. Dhurata. Faleminderit mbi të gjitha, ju përshëndes nga Kurbini, ku po bëhet një fest shumë e madhe dhe këtu kurbinasit kanë bërë flinë e Kurbinit. Flia është një artefakt kulinar jashtëzakonshëm i kombit shqiptar, dua ta theksoj këtë gjë, është i gjithë kombit shqiptar, por në rastin konkret, siç e përmendën dhe kolegët e mi, Sofiola dhe Shpresimi, Kuksi u zgjodh për këtë për këtë produkt, i cili është shumë masiv në zonë dhe zona e Lumës ka një karakteristik të veçantë edhe e bazuar siç e përmendi Sofiola në disa karakteristika, në gojdhënat, në produktin natyral, në atë çka ne bëjmë ne nëpërmjet përzgjedhjes bazuar në analizat organoleptike, të cilat e bëjnë këtë fli të veçantë, nuk do thotë që e bëjnë më të mirë apo më të keqe, sepse cila është, domethënë atëherë ja ti japim disa të veçantë. Atëherë ti tregojmë. U zgjodh puna për flinë dhe e folura, diskursi për flinë ka lindur shumë shpejt, gati 16 vite përpara, kur flitej në shumë, le të themi, tavolina kulinare ose food talks që mund të quajmë për këtë produkt i cili në Tropoj, në shumë zona në Kukës gatuaj, dhe ne në Tiranë nuk e njihnim. Unë që jam tiranëse dhe shumë prej pjesëtarëve që janë aty në studio që nuk e njihnin më përpara, jemi njohur rishtas, jo si Shpresimi apo zonja që është aty që janë rritur me ta. Unë për shembull e kam provuar në Lezhë për herë të parë, tek Altin Prenga. Flin. E ke provuar tek Altini, sepse Altini e ka së po, si duket e ka pasur dhe traditë, ai është pak mirëditor, kështu që e kanë një çik, por flia, siç thash, dhe patjetër që edhe mua, në momentin që e vura si gjithë shefat e Kosovës që i kam miq, mu sulën e më thanë, flia është e jona, s'mund të jetë e juaja. I thash, në radh parë qetësoni se flia është e gjithë dhe është. Ne kemi bërë një event në nëntorin e vitit kaluar ku kemi folur për simbolikën e flisë. Dhe një nga antropologët më të mirë shqiptar, që quhet Arsim Canolli, ka bërë një libër të tërë për të folur jo vetëm mbi simbolikat e saj, mënyrat, fjalori, çdo lloj sjellje që kanë komunitetet kur bëhet flia, kush mbledh shkarpat, me fjalë gjithë zinxhirin e gjë, që është aq entuziaste, aq e bukur, saqë duhet na bashkoj. Kështu që i thash, hajteni edhe një herë në Shqipëri, na vizitoni dhe do të shikoni, sepse flia nuk bëhet vetëm në Kosovë, bëhet në Kukës, bëhet në Dibër, e gatuajnë dibranët, e gatuajnë struganët, Maqedoninë e Veriut, gjithë komunitetet shqiptare, Kërçov, Tetov, e gatuhet në Preshev, gatuhet në Bujanec, gatuhet në Malsinë e Madhe, në zonën e Plavës dhe Gucis. Pra, flia është e gjitha, dhe dua të sjell një gjë të veçantë, dhe pastaj ju alë dhe të tjerëve hapësirën, që mënyra, por e thirrur, e quajtur në mënyrë tjetër, gatuhet edhe në vende të tjera, në Labëri gatuhet, i njëjti proces, në vend të mazës, apo në vend të, me fjalë ata përdorin ujin dhe përdorin gjalpin dhe e quajnë përvëlak. Ka marrë vesh vonë, dje isha në Skarapar, që edhe në Skarapar bëhet dhe në përmet dhe e quajnë palanik. Ndërsa Korça, Sofiola ndoshta mund të mos është me origjinë nga Korça, mund të më korrigjojë. Ne kemi lakrorin me dy pet.
Nuk xhelozohemi, ka vend për të gjitha. Jo, përveç lashrorit kam idem për Sofiola, në Korçë dhe në zonën e Ersekës e quajnë llallanik, në vend të qumshit i hedhin dhall dhe i njëjti proces e bëjnë komplet me saç dhe e gatuajnë graj, edhe në devoll gatuhet. Kështu që duhet të lëvizim, duhet ta zbulojmë Shqipërinë dhe kemi për të parë perla në Shqipëri, të cilat kanë një gjë perla që duhet të regjistrohen ama. Domethënë cila është vlera në momentin që i puna është nisur dhe e thash dhe më përpara kam thënë dhe në televizion e Kosovës dje, është si puna ati gurit madh. Do shumë përpjekje për ta shtyr në momentin që ashtu ne ecën vetë. Kështu që jam shumë e lumtur që nuk është regjistruar akoma, po është në proces e sipër për regjistrim dhe ka ecur në rrugë të mirë. Dhe çfarë ndodh në momentin që regjistrohet? Në momentin që regjistrohet, ti në një farë mënyre certifikon vlerën autentike të këtij produkti dhe nuk e ka një person, po e ka të gjithë ata të cilët prodhojnë flin sipas kësaj recete të caktuar. Ka vlerë sepse rritet çmimi, patjetër, se në fund të fundit jo, kjo nuk është vlerë për ne konsumatorë. Jo, duhet të jetë vlerë, them të drejtën duhet të jetë vlerë, sepse ata njerëz të cilët prej vitesh brez pas brezi kanë trashëguar këtë recetë që ne sot ta paketojmë dhe ta shesim si një produkt autentik, meritojnë të marrin vlerën e dur edhe në çmim për produktin. E marrin si realisht sot nga realisht e meritojnë. Është paradoksi, ata kanë bërë me shpirt, sot i rritet vlera dhe përgjysmohet numri vezëve. Sa vezë duhet ketë flia. Prandaj unë mendoj që flia duhet ta hajë vetëm në zonat që bëhet të drejtat e konsumatorit në këtë panel që të kuptohemi. Themi për rritjen e vlerës, themi për një rritje ekonomike të ekonomisë lokale, dhe është gjë shumë e rëndësishme, sidomos flia në këtë rast jemi duke folur që është një institucion, le të themi në tërë zonën malore, gatuhet shumë në zonat malore deri dhe në jug, siç funksionim ekonomik që i rrit vlerën jo vetëm produktit, po i rrit vlerën komplet ekonomisë lokale dhe pse jo dhe krenarisë, përveç tërheqjes. Patjetër. Dhe unë besoj që mund të futet edhe në ato guidat apo pikërisht që do të thosha, është një eksperiencë dhe të marrësh eksperiencën e gatimit të flisë. Pra, nuk mund të shitet vetëm si produkt, nuk mund të shitet vetëm si produkt, po mund të shitet më dhe si eksperiencë. Dhe mund të ketë një tërheqje. Gjithë e dim që agroturizmi është përquesi më i mirë i traditës, i eksperiencave kulinare dhe jo vetëm, pa diskutim. Kështu që unë do thosha... Në Itali të marrin mend të kokës si gatuat ravioli, të gjithë kemi udhëtuar dhe këtë desha të theksoja, dhe gjithnjë më tepër ky turizmi ai që po të rreq. Po, tërheqjen jo vetëm të turistëve të huaj, po dhe të turistëve vënda, se jemi të gjithë, jemi pikërisht atë që tham që dhe ne para shumë vitesh nuk e kemi njohur flin, që si përkasim ndoshta asaj zone, ashtu siç ka produkte të tjera që janë regjistruar ose janë në proces e regjistrimi, siç është mjalti i bedunicës që është bërë kaq i famshëm, dhe kur flasim për atë vlerën që tha Sofiola, është vënë re që në këto vite që ai produkt është certifikuar, përveç se fal siguri, automatikisht rrit standardin dhe automatikisht rritet vlera. Vlera e produktit, që ndikon në tërë zonën. Jo për të bërë kritik, po ndonjëherë kur fillojnë dhe bëhen të njohura tek standardi, ndonjëherë ndodh një çik ka kontrolle. Ka kontrolle të vazhdueshme. Dhe pastaj si ruhet ky ekuilibër mes cilësisë, masivizimit dhe ruajtjes. Ka kontrolle të vazhdueshme për cilësinë, për vazhdueshmërinë e mbajtjes së certifikimit, dhe kjo nuk mund të ndodhi, pastaj sido që të jetë, çdo gjë është bazohet në ligjin kërkesë ofertë, por që të kesh standard, të kesh cilësi, të kesh certifikim në një produkt ushqimor, janë gjërat që më të gjitha agroturizmet duhet i kemi dhe t'i promovojmë. Te kjo pyetje do të jemi mbas publicitetit në pjesën e dytë, që ndroj me ju, pse duhet të shtrihet, pra të futet në menut e agroturizmave kudo, për shembull nëpër Shqipëri, flia, dhe me që pjesë e kësaj pasurie janë, ku diun, deri tek bisedat që mund të bëjnë gratë me njëra tjetrën, këngët e këto, me një null e nisim pjesën e dytë, Raimonda. Mbas publicitetit pjesën e dytë.